Tetov, por edhe Kërçova, e cila në këto momente ka 3 kandidatë shqiptar dhe për sharje votës shqiptare mund ta dërgoj Kërçovën në përzgjedhjen e një kandidati Maqedonas, i cili realisht në Kërçov është i vetëm dhe garon dhe do t'i marrë të gjithë votat e palës maqedonase. Kështu që Kërçova mund të rikthehet para vitit 2013 dhe të humbin shqiptarët atje. Sa i përket Tetovës dhe Çajirit, gara zhvillohet në Tetov ndërmjet 6 kandidatëve, ndërkaq në Çajir ndërmjet 3 kandidatëve, 2 prej të cilëve janë garadët. Njëri është në AKI dhe tjetri vlen, dhe kjo do të jetë përballja më e fuqishme sepse e gjithë fushata është përqendruar në Tetov dhe Çajir, ku përballen në Çajir kreu i një partie, Lëvizja Demokratike, i cili doli nga Bashkimi Demokratik për Integrim, pra Izet Mexhiti, dhe ish ministri i punëve të jashtme zotëri Bujar Osmani, ndërkaq që në Tetov kemi një përballje mes kryetarit aktual të komunës së Tetovës, zotëri Bilal Kasami, dhe kandidatit të Aleancës Kombëtare për Integrim, zotëri Bajram Rexhepit. Këto janë dy garat vërtet forta edhe nga personazhet politike që garojnë atje.